Përshëndetje miq të gazetës Damos e të podcastit Tupo, mirë se po takohemi edhe në këtë të shtunë. E sot me mu bashkë në studio është dikush që nuk po di as vesh me prezantu se është shumë dimensional, kështu që kusht tjetër është pas Genc Prelvukaj, se shumë jam që kam ta përzim emrin. S'kishe bën ndonjë gabim të madh sepse ka shumë njerëz që gabojnë në shqiptim. Ndoshta për neve që jemi mësu familjen na duket shumë e lehtë për me thonë. Mirë po, ka edhe çuditërisht edhe në Shqipëri atje. Po, edhe atje. Domethënë, tuta e më e madhe derisa ja fillova u kon o zot inshallah ka shumë mja qëllum mbi emrit me të parën, po çata u nala një pauzë shkurt në herë. Nuk e kisha marrë për të keq. Në fakt është interesant se edhe prodhon doza humori ndonjëherë. Po marrim shembull kur kemi këto takime zyrtare, mbledhjet, promocionet, recenzionet e tjera, seminaret. Dhe kur del dikush para meje, edhe që i referohet audiencës, e thot përshëndetje filan fistekun mbi emën, dhe zotëri Gencën. Pastaj që nuk e merr as guximin me hina. Nuk e kam guximin me thonë gjë. Okej, cili është ndaj sinonim nëse mundna me çujt më i përafërt në herë që u kon? Jo, i përafërt unë e kisha treguar ato që ka qenë më i largët. Okej. Edhe kemi qenë në Zvicër, kur merreshim muzikë në atë kohë. Edhe në rezervimin e hotelit e kam pa mbi emrin tëm që unë nuk e dija si me lexu. Krejt për mbjemit kishte një 3 shkronja të ngjashme dhe krejt tjera të ndryshe. Të thonë të shka kam bu marrë që nuk jam unë. Se që jam mësu me këto. Prodhon edhe momente simpatike ndonjëherë. Po. Edhe kështu që nuk më pengon edhe njerëz kur e ka bojnë. I korrektoj gjithmonë. Ma mirë, natyrshme. Gjithsesi ma mirë. E përmend edhe vetë muzikën, unë pa dash me hyrë direkt e muzika, se du me lënë një pjesë që du me përmend pak ma vonë, po kalimet prej muzikës në politika një pse te prej vitit 2010 je i kyshën në politikë, kështu mund të me qujtë, ç'është ndodhi ky kalim? Nashta shumë njerëz kanë dashur halamet po në skenën muzikore me të dëgju të knuse, për në me ai ki pas kanë këtë halon dëgjohen. Unë kom qenë pjesë e politikës që nga viti 2002. Do të thënë antari Partisë Demokratike të Kosovës prej atëherë, që 23 vjet. Mirë po, si punë të parë publike, edhe pas muzikën, edhe ajo merr shumë vëmendje. Thjesht ka raste kur ti del një konferencë, kur të del aktivitet politik, ndoshta pozicionohesh edhe marrën pozita të rëndësishme edhe brenda partisë, mirë po netën ka prodhoshim do një album gjatë vitit edhe merr të vëmendjen kryesore dhe shumë pak njerëz e kanë ditë edhe këtë pjesën tjetër përveç strukturës të PDK-s që e ka ditë çdo herë. Kështu që është jo prej vitit 2010, po prej vitit 2002 derisa në vitin 2010 unë kam marrë funksionet e para me rëndësi politike. Kam qenë këshilltar politik i ministrit, atë vetë më emëru, pastaj kam qenë antar i këshillit drejtues nivelit nacional. Jam shkëput pas disa viteve, prej vitit 2015-16, për shkak të studimeve të doktoraturës në Zagreb. Edhe kur ju kom dhënë fond angazhimeve në Zagreb, atëherë jam këtu në aktivitet politik prap, edhe kom kaluar në kryesi të partisë nivelit qendror. Sa ka qenë e vështirë me i bë të dyat, me i mbajt ashtu të dyja? Nuk ka qenë e vështirë sepse unë kur nuk kam sforcu veten që me kërku diçka me ngul. Më kam mjaftuar me qenë pjesën e kolektivit që ka kredite të mëdha në historikun e Kosovës, sidomos luftën për çlirim dhe ndërtim të vendit. Ka kontribute të jashtëzakonshme në shpalljen e pavarësisë e tjera. Dhe më ka njoftë me qenë pjesë një kolektivit ku ndaj disa minuta me disa njerëz që kanë me përfunduar një histori si njerëz të rëndësishëm dhe vlefshëm. Kam qenë i realizuar në kuptimin e muzikës, ndoshta në aspektin biznesor, në aspektin e emrit, saqë s'kam pas nevojë me ngul, me shku, me qenë kërkues, me pozicionu diku që njerëz më njoftë. Dhe kjo më ka dhënë shqetësi në rrugtimin politik për shkak se asnjëherë nuk jam edhe atësaru me njerëz, edhe me vetë kolektivin tim.
sepse kur realisht don politik me memëri objektive në formë shumë të shkurt, dikë edhe ke me mërzit. Derisa kur nxitesh gradualisht, edhe ata të cilët në fillim të kanë pa me skepticizëm, të pranojnë edhe thonë është një rrugë tim i gjatë, kështu që e meriton. Dhe për këtë arsye edhe pozicionimi i fundit në kryesitë të Partisë Demokratike të Kosovës është kuptuar shumë natyrshëm dhe pa asnjë revoltë, asnjë rezistencë, asnjë fjalë keqe për strukturën. Gjithsecili antari i partive flet me ëndje për partinë në cilën është ose në cilën po mendon me vazhdu rrugtimin e vet. Po më intereson çfarë ndjenjë është me qenë antar i Partisë Demokratike të Kosovës, të pas që është ndër partitë e para që është formuar në Kosovë. Unë sapo shpjegova që tash është pjesë e imja, realisht ka vite që i kemi kaluar atje. Dhe thash fakti që rrethohesh apo substrati për kushte me LUPDK është prej njerëzve të luftës, njerëz të burgosur politik, edhe unë vetë si historian që e di si këta njerëz kanë me përfunduar në mas 20-30 vjetëve se kur nuk jetojnë më. Sepse tani për shkak të inateve politike, për shkak të konkurrencës politike, disa kreditet tyre dhe mohohen. Ka njerëz, ka parti politike që i mohojnë totalisht, do të thënë që për këtë arsye kanë përfunduar në banalitet në kuptimin kombëtar intelektual. Por shumica, do të thënë, i njeh si kredite, por ndoshta edhe heziton për mi përmend shkaku i oponencës apo kundërshtive që i kanë mes partive. Mirë po një ditë për i ditë, kur disa prej tyre nuk do jetojnë më, atë komplet shoqëria jonë do jap kreditet e merituara. Edhe atëherë unë kam thënë që është një ngrohtësi shpirtërore që mundem me pas, që kom qenë, do të them, pjesë me ata njerëz dhe kom një rrëfim të mirë që me da me fëmijët e mi nesër. Unë para 2 ditëve kom pa edhe një bajagin e shkrem që e ke bën në rrjetet sociale në Facebook për zotin Thaçi. Edhe më ka bërë shumë përshtypje, kështu që jam të dashur me të pyet lidhja me ta, çfarë afërsie keni pas me ta raporti me zotin Thaçi. Unë kam shkruajt disa herë për zotin Thaçi. Çajo ma ka vrarë syne, Po, kështu kemi dikë. Kam qenë edhe me vizitu në Hag. Si konkluzion, kam thënë më herët që kur kom hyrë në ato ambiente të burgut Hagës, kur e kom pa shimin, apo zotin Thaçi të referohemi me respekt, kërkoj ndjes, atëherë kom thënë që burgu më duk shumë i vogël për një personalitet kaq të madh. Edhe është figura më e rëndësishme në historinë e shqiptarëve të Kosovës. Sepse po të kishte gabu ai në disa momente të caktuara, dhe mos ta çonte objektivin e vet deri te finalizimit, edhe shokët e vet që kishin rënë në luftë e kishin pas të vështirë me i përmend, sepse kur nuk fitohet lufta, edhe ata që vdesin, do të thënë, gjithmonë i shtroheni recenzionit, të përjashtimit, në ndalese për okupatorit për më përmend, kështu që ky ka realizuar objektivin final, që në fund ditës edhe ata njerëz të cilët nuk kanë përfunduar në ditës të sotme, por kanë humbur mbietën për sakrificë, duke sakrifikuar vetëm për qëllimet dhe idealet kombëtare, atë sot i kene për emra shkollave, emra të rrugëve, të cilët nuk do përfundonin asnjëherë aty ku sot na i shohim dhe i shohim, i lexojmë me atyre, po mos ishte fituar lufta, ishte konkretizuar ky objektivi final që e ka objektivi final i popullit që ka udhëheqë në momentet kritike zotit Thaçi. Nëse ndoket ta ndërpyeva fjalën, shpresoj që ju vjen keq. Po du një moment që keni kalu bashkë, ndoshta sa herë të kujtohet ose të vjen me kesh ose e nxan veten të menu çat rast që keni kalu bashkë. Pa dyshim që keni pas momente. Unë kam thënë edhe disa herë në përmjet e tjera, takimi me të ka qenë shumë i hershëm kur ne kishim ra në konflikt me administratorën e Unmikut në atë kohë, ku kishim realizuar një këngë që konsiderohej pa pranueshme konform rregullave të përcaktuara për kornizës kushtetuese të Kosovës. Ajo ka qenë kënga Jovo, edhe u bë shumë e madhe, dhe tash flitej që mund të përfundojmë edhe mund të fillojmë një proces gjyqësor. Edhe në atë moment i ke marrë një telefonat prej zonjës Qitaku atëherë, edhe thotë që kishim pasje mu taku, thosh ju s'kishit pasje, po që knatësia ja më e madhe se çdo lloj knatësie juja. Edhe jemi taku, edhe për një moment të ndëgjëm, unë rrobat i kom ushtarak, i kom jek. Mirë, po juve nuk ju fut me ana dikush.
në atë kuptimin që ende i njëjti edhe në këtë kontekst çka keni bëju edhe për çfarë domethënë fliteni, nuk mendoj që dikush guxon me fillu një betejë. Me ju. Edhe për një moment, edhe më thotë që por edhe nëse fillon atë çdo lloj eksponenti apo çdo lloj personaliteti, individi apo kuadri që e ka PDK-ja në kuptimin juridik më vënu mas jush. Edhe për një moment kam thonë, po, a nuk i mjaftoj që realisht me shokët e vet ma të jetërsoj jetën mu dhe familjes teme edhe fëmijëve, nipave, mesave, po tash do me mbrojtë juridikisht, dhe atër e kom pas që realisht është një ri i cili kujdeset dhe për mikun e vetë sa dhe që është i largët të ti. Mu po më interesan edhe mendimi jëtë të pas parasysh që i shkrerë të ushtrisë shërimtarë të Kosovës o BOKU që pëmbohen në Hagë, cili është mendimi jëtë në këtë drejtim, ose para ditëve u ku në emision Artan Behrami dhe ai më shumë ndjashtu tha që as fundi vitit nuk i mban atje, kështu që po du me ditë prej teje. Tani unë nuk jam i inkuadruar në proces sikur se mund të jetë në zoti Behrami. Unë nuk kam informata për shkak se partia është shumë e gjanë, dikush profilizohet në disa sfera tjera për trajtim, dikush e ka një dimension tjetër të punës. Edhe nuk mendoj që mundëm me pas në një format të re jashtë asaj që e lexojmë apo thonë kolegët e mi të cilët janë të angazhuar më shumë në atë sektor. Mirë, po krejt që mundëm me thanë është që shpresoj dhe do doja shumë që të mbyllej si proces dhe ata njerëz që i kemi atje, të cilët i konsideroj njerëz më të mirë në aspektin kombëtar, të kthehen sepse në fund ditës ata përfaqësojnë diçka shumë të vlefshme për neve dhe jo, do të thënë atë egon e tyre apo personalitetin e tyre. Ato po se po, mirë po përfaqësojnë luftën mbi bazën e cilave sot ne ulemi dhe flasim lirisht bashkë në intervistë, edhe njerëz në mënyrë më të mirë, më të lirë na përcjellin prej ekranit të ndej. Prej pjesës, nuk po du me u largu prej Partisë Demokratike, se nuk është që mundu me e lënë anash, pa tjetër kena me përmenë ndërkohë, po du me fol pak për Gencin si tërsi, se tashtë edhe dhe ndër i Shqipnisë nuk ka shanca pa të pyet pak se çfarë ndjenja është më kuen anesën, a neve zakonisht qikat na shkojnë, po tash për na shkojnë djemët. Kështu që qysha është? Në gjam, për gjatë gjithë jetës time, konform edukatës familjare, unë nuk e kom pas, as nuk e kom përfilat të ndjesi mes do një që me konstatu një dallim mes shqiptarëve të Kosovës, shqiptarëve të Maqedonisë, shqiptarëve të Malizi dhe shqiptarëve të Shqipërisë. Për mu gjithmonë ka qenë një trup unik shqiptar që këto kufi janë kufi në aspektin shpirtëror të papërfillshëm. Prej momentit parë kur kom shkel në territorin shqiptar në 1999, unë e kom pasë ndjesinë që jam sikur Shëmpej, Mitrovic, Prizren, tashti simbolikisht me thanë, edhe në qofse kish pas gjas me mëzan një sherrë në Gjirokastër, isha silë si me mëzan sherrë në Prishtinë, pa e pasë ndjesinë që jam i hujdikun, kur nuk e kom pasë të ndjesi. Sepse në fillimisht kur ka qenë formimi, do thonë edukata që është transmetuar prej familjes të unë. Por edhe dyta kompozicioni i familjes, shkak se unë jam i lindur në rritën në Prishtinë, nanë në kam të Prishtinës, po me orizinë prej Sanxhakut Nishit, është muhaxherët deportuar prej 1878. Gjyshim ka lind gjatë ikjes prej luftës si fëmijë, do të thonë, ka lind në Dragobi, edhe fëmijën e ka kaluar në Shqipëri, do të thonë për vitet tona, derisa është formuar. Sepse në atë kohë ka dihet 1912-1918 ka pas një persekutim të shqiptarëve, sidomos të veneve kufitare, e me orizinë unë jam nga ana babës nga Plava e Gusia, e cila është vend kufitare. Edhe gjatë represioneve me ndryshimin territorial apo pas vendimeve të konferencës të ambasadorëve në Londër, bën zhvillime shumë të vështira për shqiptarët. Dhe kanë qenë familja pas shumë humbjeve, tjetëve njerëzore, me shqyrtu largimin në përkohshëm drejt territorit apo thellësive më të ishme shqiptare, edhe në atë moment në Dragobi ka lind, në Tropoj ka lind gjyshi. Pastaj kanë jetuar martuar me gjyshin atje në Laç, derisa ka mbet një pjesë e familjes atje, po gjyshi, do të thonë me vllazën vetë është kthy prap në Plavë. Pastaj kanë dalë në Prishtinë.
Tani, kjo do të thënë tregon që unë nuk mund me pas asi dallimi për vetë faktin rrethanave në familjen time, por mbi të gjitha, për te i kësaj, do të thënë nuk e lejon edukata jame që të bëj dallimin mes një shqiptarit të Korçës, Tiranës, Beratit, apo me shqiptarë që jetojnë qoftë në Gjilan, Prizren, Prishtinë e tjera. Për mua ka qenë gjithmonë një trup unik. Edhe në rastin e martesës me Enin, e kom pas të njëjtën gjë. Do të thënë realisht nuk kam pa ndonjë diferencë kulturore, përveç diferencës aty këtu ndoshta në shqiptimin e fjalëve, një dialekt të cilin unë nuk e kam pas shumë të theksuar lokalizmin, sepse vetë kam qenë një njeri i cili i ka përjashtu përdorimin e disa fjalëve që s'kan qenë shqip, kam zgjedhur ndoshta një fjalë pak më të unifikuar kundrejt asaj që ka pas një shtridje të vogël, edhe gjustësisht do të thënë kemi qenë shumë afër. Çka ka qenë ai fjalë që mban mend që ndoshta e ka thonë Eni edhe të kam bërë kryshka ka thotë, ose në të njëjtën prej saj? Nuk e kam asnjëherë, për shkak se unë edhe mas mbarimit shkollës së mesme pa të regjistruar gjuhën letërsinë shqipe, se mu më ka pëlqyer si dimension edhe si fushë shkencore, edhe sot do të thënë më pëlqen shumë. Sidomos ajo etimologjia, përardhja fjalëve që më duket shumë intriguese, shumë e mirë. Po për shkak të kushteve të vështira të jetesës në atë kohë, do të thënë edhe hapjes të mundësisë që përmes muzikës me përmirësu jetesën. Unë dash me pezullu, do të thënë, po pastaj për fatkeqësi që kom kthy asnjëherë, kom vazhduar për shkenca politike, edhe pastaj doktoraturë në Zagreb për historinë. Mirë, po më kanë mbet informatat, do të thënë mbi gjuhën shqipe, do të thënë goxha të freskëta, dhe pastaj i kom vu vetes detyrë që me shkrujt shqipën mirë. Edhe njerëz që shohin, do të thënë edhe në profilet e mia në rrjetet sociale, shohin një shqipe të pastër, një shqipe shumë të rafinuar, dhe kjo vjen si pasojë e leximit edhe si pasojë, do të thënë, e dashurisë që kom pas ndaj gjuhës. Dhe për këtë arsye nuk ekziston një fjalë që përdoret në Korçë, do të thënë nëse është në kuadër të fjalëve të pastra të shqipës, të cilën mund vjen si befasi. Mirë, po ndonjëherë ndonjë fjalë që ka burim grek apo latin që ka hyrë si huazim, sikurse ne që i kemi disa gjermanisht apo slavisht apo turqisht që kanë mbet për shkak të sundimeve, atëherë ti stepësh për një moment, po kur e dëgjon kontekstin e fjalisë, e kupton më njëherë për çfarë bëhet fjala, pastaj e memorizon. Që nuk kemi pas asnjë. E kemi hala në ai fjalë aty këto që për shembull na tingëllon ndryshe, pa marrë parasysh që mundohemi me i përmirësu. Tani po thuhet që ne në Kosovë, në vonë në milit në rritin vështirë. Dhe kjo të bën sikurse unë jam i ujë. Po unë net përfshi edhe ty. Po, unë i luftoj shumë. Mundohem që fjalën shqipe me të gjithmonë adekuate, do të thënë të duhun, edhe pse disa termave nuk mundesh me ik, sepse janë disa fjalë të cilat janë huazime gjuhësore, çopi turqishtës, çopi italishtës, çopi gjermanistët kanë hyrë në leksikon ton, por na duke harru fjalët burimore që kemi pas. Edhe unë e kom pas një rast ku kom diskutu, do të thënë kështu publikisht kom shkruajt, edhe pa ta bërë para shumë viteve, një postim thonë që edhe fjalët daj, hall, axha nuk janë shqip, janë huazime të cilat kanë hyrë për turqistës. Pastaj e morën për banalitetat punë, do të thënë që shpërdorën politikisht, thanë që unë po bëj thirrje për ndryshimin e tyre. Realisht unë nuk bëj thirrje për ndryshimin e tyre, por thjesht është një konstatim që atu kjo fjalë është kjo. E tani shtrohet pyetja cila ka qenë ajo fjalë shqipës. Çfarë më morë pyetja, huazimi kur ka hyrë e ka larguar fjalë shqipës. Mirë, po e këtu për shembull ti skeç ka të dush me e përdor për shkak se s'ke fjalë tjetër alternative. Po kur ekziston fjala shqipës burimore sakt, atë gjithmonë është e mirë me u përdor ajo. Edhe me larguar. Për shembull, drejtu dajës ose ajgjës. Tani kjo më shumë është një çështje që duhet gjuhëtarët me diskutu. Mirë, po unë me ato që e kom lexuar e kom pasë që në shqipe ka mungesë të asaj fjale, si duket kur ka hyrë, do të thënë huazimi që ju referove, atë ka mujt me nxjerr për përdorimit dhe me kalun harresat fjalën që e kemi pas dikur. Edhe këto ndodh, edhe te një popull ndodh edhe kjo. Kështu që këto raste, do thënë ti detyrohesh me e përdor, se duhesh me çu fjalinë në fund. Mos me fjalë e cungume. Mirë, po kur ekziston fjala shqipe burimore, atë unë gjithmonë kam pasur që me mësu, me përdor, edhe me përdor formën korrekte të mundshme. Si një njeri që jep shumë këshilla, me sa, domethënë se është i raport që jena të taku, dhe si një njeri që mundohesh me ta shpjegu gjithë secilin sa nderim pi, po du me ditë
Nëse para vetës e kishe pas një gen si 20 vjeçar, çfarë këshille ja kishe jap? Shumë të më interesu që këtë pjesë. Në qoftë se kthehemi në retrospektiv, atëherë unë nuk shoh ndonjë gabim që më ka kushtuar me jetë. Do të thonë ose jo me jetë, por në atë kuptimin jetës në kuptimin fizik, po më ka kushtuar në jetë në kuptimin që me qenë peng, me qenë varshmëritë aty gabimit, me sjell pasoja të mëdha të cilat nuk rikuperohen. Kështu nuk kam pas ndonjëherë. Edhe ato gabimet që I kemi bërë dikur në fazën e adoleshencës tërshme, na gabimet të lezetshme sepse duhet gjykohet në kontekst kohor. Për shembull, s'mund të më gjykohet dikush që lexon një tekst gjencë që ka shkruar nështë para shumë vjetëve kur kam pas 16-17 vjet edhe me e paralelizuar me personalitetin që e kam sot. Do të thënë duhet të bëj dallimin, do të thënë se atë kohë njeriu ka kapacitet të limituar apo të kufizuar në kuptimin e shkrimeve tjera, sepse njeriu sa më shumë vite kalon më shumë formohet. Çka I kisha thonë? I kisha thonë të njëjtën gjë, vazhdoj të njëjtën gjë. Sepse edhe disa pasione rinore njeriu duhet t'i kalojë që të jetë I formuar më vonë. Duhet t'i kalojë disa pasione rinore që të çlirohet më vonë, që mos ty në moshën e thyme me një peng, ta kisha bë këtë, ose po kthehem po I bëj ato që sikom bën. Ato që sikom po që më kanë me të marak. Pastaj unë gjithmonë kam lexuar, sepse edhe vetë artikulimi, vetë mënyra e shkrimit nuk vjen vetë thiu. Po. Do të thënë ato formohen, ushtrohen, do të thënë mësosh, dhe kjo tregon që mënyra se si jam I artikuluar sot, falë për jo modestin, por edhe mendimi si e transmetoj, kjo tregon që është një bazë, është një iceberg për mrapa, cile nuk është dash me vite tona me u grumbullu. Unë gjithmonë kam lexuar, gjithmonë kam pas kështu princip. Edhe kur shkoshim koncerte për aeroplane, nuk kam ditë me marr si shumë kolegë mi Sony PlayStation këto gjëra, por kam marr libër. Kur kam shkuar atje nuk kam pyet për gjëra banale, por kam pyet për sistemin e jetesës. Do të thënë unë kam qenë gjithmonë kështu. Edhe muzika do e konsideroj si pjesë të vlefshme të jetës time, se më ka mundsuar ekonomikisht më u formu kjo që jam sot, sepse nëse nuk do ishte muzika, unë do të isha I detyruar me punë për mirëqenien e familjes. Edhe atë kisha pas kohë shumë atë kufizuar në hulumtime, në lexim, në kërkime shkencore, kërkime arkivore, literaturë tjera. Ndoshta për shembull po marrim shembull kom gjatë studimit doktoraturës kom kërkuar në Dubrovnik. Edhe Dubrovniku vjen shumë I shtrejt. Edhe ashtu mundesh me shkuën kërkime arkivore me një muj ditë dhe mos me gjetë asnjë dokument që është relevant. E kupton? Nëse tash kur njeriu shkon me një ekonomi, do të thënë në një ekonomi që lufton për ekzistencë, atëherë është I kufizuar pak në qendrim kërkimet më të tjeshme e tjera. Kështu që muzikën e dub se më ka hap një mundësi që me e kthy në formë më të rëndësishme që sot. Nuk po them që arti nuk është I rëndësishëm, por e konsideroj që shkenca është fushë befrim shumë më domethënës për jetën e njerëzve dhe shoqërisë. Kështu që unë kam qenë prej aty artistëve që e ka shfrytzuar muzikën për m'ia kthy popullit në nesër me ato që ma ka dhënë ekonomikisht, m'ia kthy me punime shkencore, të cilat besoj që I respektojnë dhe I kryjnë punë brezave tash. E pas ke pas një qëllim edhe me muzikën kur ke filluar. Tani unë nuk mund të them se si 18 vjeçar kam pas kësi qëllimi, se do të isha jo fair, jo I sakt. Për shkak se në këtë mënyrë nuk mund të mendon një njeri I cili ka 17, 18, 16. Sa vjeçar ke qenë kur ke filluar me muzikë? Kam qenë, ne kemi filluar në 96, kemi qenë 15 vjeç. Por çfarë është më thonë, mendoj që kjo pika më e fuqishme të gjithë jetës time është që kam ditë me lexu momentin. Për shembull, shfaq një moment e kam ditë me lexu mos me mik, domethënë, edhe për këtë arsye jam këtu që e kam një karrierë muzikore të pasur. Tani jam në krijimin e profilit shkencor, pasurimit profilit shkencor. Edhe në politikë gjithmonë kam pas një qasje korrekte, saqë kur askush nuk mund me nxjerr diçka, më thonë, ke bë këtë apo ke bë atë. Që kam ditë me gjithmonë me lexu momentin, si momentin ku mund penalizohesh, po edhe si momentin ku duhet ta shfrytëzosh për të avancuar më shumë. Ti e përmend edhe muzikën, I përmend edhe hapat e tu kështu kalimthe në muzikë, më po më intereson se është një këngë që njerëz ta ngojnë hala se ta përmendin, ndoshta kur takohesh me dikon kështu që se ke taku më ti ose dikon që takon për herën e parë. Varësisht për moshës, varësisht për kategorisë të punës, për shembull, nëse takohem me njerëz që kanë qenë pjesë e luftës, atër është kanga që e kom bërë krejtë në fund, dikur për Bekim Berishën Abejen, që ka qenë kanga jam me pare dedikume
për një personalitet të tillë luftarak. Nëse shef njerëz takon njerëz të cilët qoftë janë të formuar në territorin e shqiptarëve të Maqedonisë apo të Malit Zi, diasporë, diku që s'kan qenë pjesë e luftës. Ata ju pëlqen Albanian për shkak se e ngjall emocionet e ta, sidomos te vendet të cilat ende janë në nuk e kanë pozitën e Kosovës së Shqipërisë. Sidomos te shqiptarët e Maqedonisë ka më shumë relevancë, ka te shqiptarët e Malit Zi ka më shumë relevancë, po ashtu të Preshevës, mirë po pa përjashtuar këtë rast. Në fakt duke dhënë kredite më madhore diasporës e cila kur ik jashtë disi e tërhek më mundohet më u lidh sa më shumë me vendin e vet, kështu që është ajo këngë. Pastaj ka njerëz të cilët kjo puna e patriotizmit nuk kanë relevancë, dhe thjesht pëlqejnë këngë tjera të cilat me motive të dashurisë e tjera që unë kam me bollok. Mashallah, mashallah. Kështu që pas është për kategorisë. A ke harru me knu, se nështë se ke s'ka ra me ushtru mo zonën, se adin që thujnë këta artisat, jo s'm ka ra me knu mo, te nashta nuk di me knu mo, kështu që a ke vrejt vetën që nashta të kamit muzika pak ana shështu? Jo, unë i kam shpall pauzën, do thënë me mundësinë ndërprerjes të përhershme. Do thënë vazhdimisht e potencioj në kësi formë, do thënë pauzë me mundësi të ndërprerjes të përhershme. Okay. Pse them me mundësi të ndërprerjes të përhershme? Sepse muzika ilegale nuk është. Mund më këtu mas 10 viteve për shpirt me bo diçka. Mirë, po ka vite të anë që njerëzve ju kam thënë që unë nuk jam kompetitiv apo konkurrues. Thjesht nuk jam që mendoj me bo diçka, me u kthy në treg, me kap me pushtu gjithçka, të unë këto ambicie kanë vëdej ka herë. Po ndo këtë bo trend, me loni herë ma ndej më këthy muzikë pra? Jo, kjo në ne kemi pas një gjë tillë. Për shembull, unë e kom shpall pauzën në 2010, kur kom kaluar në ministri dhe jemi kthy mas përfundimit të angazhimit ministror, edhe jem kthy në 2015 e kemi pas një val të mirë të punës. Por ajo ka qenë gjithmonë, po pauzoj, po kthehem. Po kësaj radhë nuk të them kthehem, se s'kam ku më kthy, realisht nuk e kam ambicie që me dalë për koncerte, kupton, nuk është diçka që unë e synoj prap. Thjesht unë do të çose realizoj, ndonjëherë realizoj, atë thjesht të merr malli për ato që e ke bërë gjatë gjithë jetës, ke një ide, do më shpreh edhe. Çka kishe realizuar diçka për shef, po më intereson. Në qoftë dedikim, qoftë diçka, çka do qoftë, çka kishe bërë? Nuk funksionon muzika në këtë mënyrë. Ajo është momenti, muzika është, por edhe jo vetëm muzika, por çdo sferë e artit funksionon për ai momentit. Realisht një ditë me shi ta ndryshon ndjenjen. Të nesëm e ke nis për shembull, e është një ditë me shi, e ke nis një poezi, qoftë e ke nis një vepër teatrale, qoftë e ke nis një këngë. Ndikosh për motit zymtësisë, shiut dhe fillon me çu, domethënë vetvetiu, domethënë puna drejt dhëmbjes, drejt trajtimit nostalgjik, melankolik etj. Edhe tash jenë proces të punës, edhe në moment nesër del dielli, domethënë shpërthen gjithçka dhe ty tani ku ja nis diçka tjetër. Tani për këtë arsye në art është shumë e rëndësishme momenti kur krijohet vepra. Domethënë është nuk në shumicën e rasteve nuk planifikohet realizimi teknik, po kreativiteti është diçka që vjen aty për aty. Edhe nuk e dia guxë me çujt instinkt. Është ka një herë më duket që mundem edhe të gaboj këtë rast, por ka një herë më duket sikurse e ke parasysh sportistat, si më ndalë sportistë me pyet ku të erdhi ideja për shembull për me mshu topit në këtë mënyrë, e thjesht është instinkt, ta shpjegoj. Dhe unë këtu më thon gjithmonë është instinkt, kjo puna e krijimit vjen për momentin, e ke dhuntin për diko natyrore, për diko dhunti e Zotit, edhe e realizon pse se do të thonë e ke atë specifik të ndërmbrana. Ti e dite se me kategori kështu cilët njerëz, cilat këngë ti pëlqejnë, po ty për vetë cila këngë ju t'ja pëlqen alo. Nëse mos më thuj krejt se nuk bes. E që ju pëlqejnë krejt këngë që i keni bu, po në një ashtu e keni specifika, ashtu që thu çto e kisha ngulë për vete. Mjafton më thonë që kam dikun 9 albume. Për me qindra këngë të realizume. Asnjë nuk e më çu pa ndonjë mendim para prak, pa ndonjë qëllim para prak. Asnjë nuk e më çu që
me thonë që dikush po më detyron, në atë kuptimin po më dhunon për me çu diçka që nuk më pëlqen. Thjesht ka pas raste kur kam bë këngë që ndoshta nuk më kanë pëlqyer shumë, por e kam ditë që janë adekuate për tregun. Tani kjo gjykohet shumë shpesh negativisht te kritikë të artit, mirë po është mira vetëm për më operu në një vend të vogël, sepse nëse ti 5-6 materiale, po flas çfarë lloj fushë artistike. Ti kemi prodhu, domethënë mbi bazën e mbi themelet jo komercial. Ti gjithmonë komo të dash një herë në 6, një herë në 7, diçka komerciale që domethënë me të mbajt aktualisht, domethënë në vëmendje që pastaj njerëz më kthyet ato jo komerciale me kështu që duhet një formë me të ndëgjuar këngët apo me ta konsumuar punën jo komerciale që ke ofru. Domethënë duhet diçka në një grep që duhesh fillimisht me marrë vëmendje që më thon hey prit se përveç kësaj është kjo pjesa tjetër. Domethënë kështu që duhet në formë të kombinuar. Nuk mund të pozicionohem për një këngë specifike. Nuk e pas kanë një kështu favorit. Ja. Jo, okej, në rregull. Po do më kthye edhe në artë politika, se nuk jam ka duar me shkput bisedën për to, kështu që po do më kthye edhe në aty për me të pyetse cilat janë qëllimet e agencit, ka kena me po agencin, çka ka me na dhon agenci halate pas parasysh të bëj agje shumë kohë dhe vetë jetë potencu që sa vjet je, po gjath ka diçka, se po mdoket që krejt kohën kur po jetë fol që pritni se ka edhe diçka. Dëgjoj, unë thashë më herët, inkuadrimi me politikë nuk ka ndodhur për shkak të një ambicie të caktuar. Do thënë për shkak një pozite, me thonë unë du me him politikë, se du të më rri këtë pozitë, du të bëhem kështu. Në fakt, unë i kom cilësu dhe ata njerëz si me një dosë të letë naivitetit, në që ose do të inkuadronë në politikë, ja para caktojnë vetës një pozitë që supozojnë që i kanë me mëri mas disa vetet. Sepse politika është fluide. Do të thonë sot mund të jesh për shembull gjatë mirë i pëlqim për publikut, mirë po ndoshta nesër krijon disa rrethana tjera që vinë shprehje njerëz tjerë. E keni rastin për shembull të zgjedhjeve të fundit, kur kam qenë kandidat i Partisë Demokratike të Kosovës, unë i kam marrë dikun pavarësisht 15.000 vota dhe kam pasur që për momentin, do të thonë, ndoshta vëmendja e publikut apo shihet e publikut kanë korresponduar me disa kolegë të tjerë të partisë. Dhe këtu nuk ka hatërmbetje. E kupton? Edhe për këtë arsye është fluide. Mirë, po nesër, për shembull, mas një viti, 2, 4, 5 mund të jetë anasjellës, sepse politika ndryshon. Edhe ndoshta ata njerëz që tani e kanë dashur këtë profil të njerëzve që i kanë deleguar në parlament, nëse mund të kenë kërkesa tjera. Edhe aty cilësitë e mia mund vinë shprehje më shumë. Nuk është një fushë statike, në cilën për shembull vjen një moment ku mërzitesh edhe i thën gjitha urat me partinë. Realisht ata njerëz të cilët ata njerëz të cilët mërziten shpejt ose duan një agresiv në realizimin e ambicieve, ne kam një përshtypje që s'duhet më dhënë asgjë. Sepse ai insistimi për me pas diçka në politikë mendoj që lidhet me një interes personal. Çka u ka ndodhur me qeverinë? A do më na u bë na herë kjo qeveria, s'do më na bu? Po do me di për se ti je që aty dyshim. Tani unë thash jam zyrtar i Partisë Demokratike të Kosovës, që antar i kryesisë, i cili rrin pas qëndrimeve që vetë partia i deklaron. Do të thonë nuk kam diçka të re për me thënë këtë punë. Thjesht kemi një bllokatë të shtetit, bllokatë të turpshme të shtetit që vjen prej kryeministit, i cili aktualisht mban pozitën e deputetit që për hir të korrekcisë mos të referohem si kryeministën e detyrë. Do të thonë kjo çka ndodh, mendoj që flet shumë mbi dinjitetin politik si të kandidatës, sepse fund ditës tani bisedat lira me miq, unë shpesh kam thënë që edhe në rast se unë një ditë për ditëve kisha qenë i përzgjedhur i partisë time për pozitën ku është banalizuar zona Xhiu për 23 herë. Edhe nëse mu parlamenti i Kosovës kishte refuzuar 2-3 herë, unë kisha shkuar te kryetari i partisë, kisha thënë, më fal, kam dignitet personal për me mbrojt. Do të thonë, kështu që ka mundësi më të heq. Tani ta lejoj unë 23 herë emrin tim të lakohet në popull, të jem pjesë e blokadës. Atëherë unë këtë kategorinë politikë nuk kam qef me paskun. Për shkak se, do të thonë, vetë uria, do të thonë, ekstreme për një gjë të tillë, kjo tregon që mund të lidhet diçka personale, diçka e rrezikshme, pa ndershme mbrapa, se përndryshe njeriu i cili shef politikën për si fush veprim ku jep kontributin e vet në dobi të njerëzve, në dobi të shoqërisë, popullit, atëherë s'ka pse të jetë i durshëm në karrierën e vet, ose kërkues domethënë mbi baza banale mbi karrierën e vet. Ne kemi rastin ku
pavarësisht rezultatit zgjedhor, kemi pas zotin Thaçi, i cili për hir të rrethanave politike ka ditë me bëu dhe konsensuse me përfundu si ministri punëve të jashtme, zëvendës kryeministër, gjithaj personalitet, sepse ka pasur ndjesinë, do të thonë, në interesit kombëtar mbi karrierën personale e tij. Dhe këtë rast, nëse një parti politik, nëse një individ politik, që e kemi kryeministrin dhe tani kandidatën për kryetarët e kuvendit, nuk e kupton se politika është kompromis. Politika nuk ndërtohet mbi bazën e parimit si tomunja nuk bën asnjë formë tjetër, atëherë s'kan çka kërkojnë në fushë veprimi politik. Sepse vetë politika, shikni edhe jashtë, do të thonë është funksionon mbi baza të kompromisit, do të thonë gjetjes zgjidhjeve e interesit nacional, dhe jo bllokadës totale për kryenësi. Dhe tani nëse na duam të ecim përpara si shoqëri, na duhet ta kemi një pikë referencë dikun. Dhe kjo nuk ndodh në vendet e zhvilluara. Vendet e zhvilluara funksionojnë mbi bazën e mirëkuptimit, mbi bazën e udhëheqjes nga interesat vitale popullore. A thashë më herët, unë të kisha qenë mi 2-3 herë kisha më fal. Kam emrin për me mbrojt, kam dignitetin për me mbrojt, kam një personalitet që ne kam kriju me kohën. Edhe kjo është e çuditshme dhe papranueshme për mua. Polina direkte që kjo që çka kishim bërë nëse ishim kohën pa shtet një 24 orë. Se të pas parasysh që kjo bllokadë, dyqysh mundet me të shumë menu çka kishim bërë nëse s'kishim pas kur gjë për një 24 orë, minimumi 24 orë. Kjo është që e kam thënë më herët që njerëz shumë shpesh shprehen nevojë ndaj shtetit. Pa e ditë rolin e shtetit. Në rast se shteti nuk ishte ekzistuar, ajo nuk ndodh, por hajde ta supozojmë. Do të thonë mungesën e policisë, ushtrisë, institucioneve. Do të thonë atër anarkia, që se kthejmë në retrospektivë, në aspektin historik, unë e di shumë mirë që ka prodhu anarkia. Të fillu prej grabitjeve, do të thonë rasteve nga ekzekutimet deri te dhunimet e tjera, kështu që atër një madhe i vogël kish dashur me gjithë shpirtin me këto shtete dhe tjera funksione. Ne kemi pasur Shqipërinë në 97-ën kur pjesërisht ka rashë shteti dhe kemi pa veprimet që kanë ndodhur. Domethënë është e frikshme. Për këtë arsye shteti duhet mu dashur, jo për shkak të sentimentit historik, sa për shkak që është një mekanizëm që siguron, do të thonë, njerëzit jetën që sot e kemi. Do të thonë tani dikush mundet me pas pak kënaqësi ndaj të arriturave të shtetit, do të thonë mundet me pas ndoshta mendimet që kish mund të qenë më mirë, dhe këtu pajtohem, çdo mund ekziston mundësia të jetë më mirë. Po në asnjë rast nuk duhet me harroni as që rëndësia e shtetit, edhe një shteti sidomos demokratik është jetike për ata që ne sunojmë me ndërtu si jetë. Polina direkt që nëse na për momentin nuk kishim pas energji elektrike, s'kishim mujtë mu konsonte këto as, na kish përcjell kërkush, e po do mu lidh të një mesazhi jote në status në shkrimi yte për energji elektrike. Çka ka bëhet me neve? Tani unë gjithmonë shtroj këtë çështje në kuadër të supozimeve. Sepse për me konstatu si pak të kryjmë duhet një verdikt. Më duket një temë shumë e dyshimt, do të thonë një gjë shumë e dyshimt. Ndoshta mund të thënë që është kryeministrin detyrë është kap në vepër, ndoshta për hajnin më të sofistikuar që mundet me u veçuar në krejt historinë e shtetit, sepse para punës e kemi pas informatën tani, do të thonë doli dje apo par dje, mbi aplikimin për licencë për shitblerje të rrymës të një kompanie që ka qenë themeluar edhe ka qenë pronë shefit kabinetit aktual të kryeministit, do të thënë zotit Luan Dalipi, tani udhëheqet për vllaut vet. Do të thënë një kompani që është licencu, ka apliku për licencim për shitblerjen e rrymës, rezultati të formuar nga shefi i kabinetit të ish kryeministrit. E para. E dyta, pastaj kemi rastin ku është dalë në lajme që është embruar si zyrtar në departamentin e shitjeve vllau i vet kryeministrit brenda në Kek. Pastaj kemi rastin e Martin Berishës me ato 600.000 euro që i ka marrë prej degës së Genit në Beograd, dhe këto nuk e them unë apo mediat tona, po kanë shkruajtur mediat slovene dhe kroate.
Më pas, realisht distributori më i madh, një prej distributorëve më të mëdhenj të energjisë elektrike në Kosovë, përmendet një kompani greke me cilët zoti Kurti është takuar në 2023 në Athinë. Dhe krejtë të ta krijojnë një farloj një përshtypje që ka qenë në përgatitje një sistemi sofistikuar i hajdutërisë dhe është zgjedh pikërisht energjetika sepse për votuesin i cili nuk thellohet shumë leximet politike, energjetika është shumë abstrakte dhe fushë komplekse që sado që ja shpjegon e ka vështirë me e kuptuar. Do të thonë ky ka zgjedh vetëm një fushë shumë të ndërlikuar, që kur tenton me shpjegu, domethënë më shumë njerëzve i duket si je ka propagandon kundër tij se sa që je ka prezantuar argumente. Për këtë arsye mund të jetë dhe unë besoj që është kap i pas parasysh gjitha këto argumente dhe gjitha këto rrethana, besoj që është kap me që thonë Shqipëri me presh në dorë, apo me është kap në vepër duke përgatitur një sistem, një mekanizëm, një strukturë të hajdutërisë më sofistikuar që kemi mujtë me pa ndonjëherë. Unë pa dash më zgjat më tepër, por nuk kam çfarë pa marrë edhe një mendim prej teje për ish-kryeministrin e Kosovës, për zotin Albin Kurti, cili është mendimi yt për ta? Gjithë secili për neve kemi ka një menim për gjithë secili njëri që veç e shohim, sidomos për fytyrat publike, për njerëz që na kanë përfaqësu, kështu që tani unë një personalitet e gjykoj mbi bazën e asaj të arritjeve të tij. Thjesht realisht unë që se vlerësoj për punë dikë për punë shkollimit të vlerësoj për nivelin e shkollimit. Kryeministri detyrën ka një fakultet bazik, kështu që nuk mundem me i dhanë shumë kredite në atë rast. Në pjesë tjetër të njerëzve, studiuesve tjera i vlerësojnë mbi bazën e veprave të shkruar. Derisa ish-kryeministri domethënë nuk ka diçka që mund të lexoj prej tij. Ndonjë vepër shkencore, ndonjë esej, ndonjë punim shkencor të botuar diku etj. Kështu që asnjë ka dimension s'mund të vlerësoj. Në ana tjetër prej rambujese poshtë ditë shpalla pavarësisë Kosovës çdo koncept, çdo interpretim e ka gabim. Tani nuk mund të vlerësoj pozitivisht as në interpretimet apo në mendimet karshi disa proceseve madhore që i ka dhënë. Pastaj disa njerëz i vlerësojnë mbi bazën e konsistencës. Do të thonë ish-kryeministri është njëri i cili nuk më mend të ketë ekzistuar dikush që ka ndrruar më shumë qëndrime. Do të thonë që nuk është as konsistent në qëndrimet e veta. Do të thonë as këtu nuk mund jap kredit. Në aspektin e qeverisës, ne e shohim, kemi një ngritje enorme të çmimeve. Kemi një blokadë të shtetit kundrejt faktorit ndërkombëtar, kemi një marrëdhënie, ndoshta ndër marrëdhëniet më të vështira që i kemi pas apo më të ftohta që i kemi pas me shqiptarët përreth. Pastaj kemi afera korruptive që çdo ditë përmendet, pastaj kemi sulme ndaj sistemit drejtësisë, kemi sulme ndaj medias, dhe në këtë kontekst unë nuk e di si ka mundësi me vlerësu pozitivisht. Pastaj kemi rastin edhe në aspektin ndërkombëtar të njohjeve ku praktikisht nuk ka asnjë njohje dhe ata që e solli bëhet pas solli për mos lidhjeve personale. Do të thonë del një individ që tregon që është më i zotin këtë rast se sa këtë komplet struktura siguritare. Unë nuk jam një njeri i cili mohon të arriturat e dikuj, por vërtet du me i pa dhe në këtë rast kundrejt personalitetit të Kurtit nuk shoh ndonjë një diçka që mbind pozitivisht. Veç kësaj mendoj që në të tilla raste kur dikush e çon vendin drejt domethënë një farloj regresit të madh, për mos të thënë shkatërrimi ekonomik dhe e dërgon vendin drejt një pozitë as pak të favorshme kuptimin e marrëdhënieve ndërkombëtare, atëherë konsiderohet person të rrezikshëm. Unë po dum një mesazh prej teje për krejt shqiptarët ku të shëndodhen, pasi që nuk muj me ndajet Kosovës si Shqipënisë, kështu që po e lipi për krejt në përgjithësi, edhe shpresoj që nuk të kam mbet diçka borxh ose nuk e kam tepruar me ndaj pyetje ndaj kol. Jo as pak, nuk do të thonë gjithçka është korrekt, të falenderoj. Sa i përket mesazheve është do të thënë besoj që diçka që veç thuhet për mirësjellje, sepse nuk kisha pas në mundësi me thënë diçka që veç njerëz nuk e kanë dëgjuar deri sot. Po thu që e kanë dëgjuar krejt. I ke jap të tëna? Jo, absolutisht, po ka edhe një shumë njerëz tjerë të cilët kanë dhënë mesazhe të cilat vetëm do i përsërisja. Nuk ka diçka të re që do të shpikja që se kanë thënë më herët. Për shembull, me thonë të ketë harmoni më shumë mes njerëzve, më të ketë do të thonë komunikim më të mirë në aspektin politik, mos me transmetuar rrjet etj. Këto krejt të thonë.
Do thonë nuk është diçka që thon. Na ka pak i zgjitem njerëz kujna më angu fjalën, kujna më smia. Mirë, një gjë që do doja të flasim për shkakun kur sidomos hajde me qenë se jemi fokusuar kryesisht në politikën. Do doja që brenda shoqënisë tonë të si përcaktues i debatit apo i fitimit debatit jetë argumenti. Do të thonë jo gjuash, por jo, do të thonë eskalimi. Edhe thjesht me fillu, do të thonë me pranuar që mendimi divers apo mendimi ndryshëm në politikë, por edhe në çdo sferë të jetës është i domosdoshëm për një shoqëri që të ndosh. Këtu për shembull unë kam edhe një prej ankesave kryesore të struktura e partisë vetëvendosje ku për vitet tona në vend që si strukturë e rënë mosh të avancoj, do të thonë mentalitetin popullor drejt kuptimit të trajtimit, do të thonë mendimin ndryshe si vlerë. Këta kanë krijuar një bot kuptim, do të thonë pothuajse primitiv që gjithçka që flitet kundër do të është e dënueshme dhe kjo do të thonë mos ndoshta është një veçori mesjetare, do të thonë tani ti edhe kur është dikon që është shumë i thymën mosh, ndoshta ai ka 80-90 vjet, ndoshta edhe e pret për shkak të formimit pak më hershëm ti në rrethana pak më të izoluar, por nuk e pret për një shtresë djemve të ri të cilët e transmetojnë për shembull si arbik popullor një media që e transmeton një informatë e cila do të thonë është relevante për popullin, interesat popullore. Nuk e transmeton si gjë të shëndosh, por penalizohesh, sulmohen, bosh objekti i kryqëzimit publik, do të thonë të kërcënimeve për shkak se ti e jep një mendim që spajtohesh me qoftë me një ministër, qoftë me një kryeministër. Pastaj është ndevërit se kur ti spjegon diçka që është në interes të vetë ti dhe ai çohet çan ty për shkak se ti mbron interesin që ti më konkret. Për shembull, realisht në kuptimin e çmimit të bukës. Do të thonë ndoshta nuk ka shumë relevancë është 50-60 cent. Sepse ndoshta e kam një ekonomi që ajo diferencë centëve nuk ka rëndësi fort. Dhe unë kur flas publikisht, edhe denoncoj si gjë negative rritjen e çmimeve tjera, nuk e bëj për vete, se në fund ditës në ekonomia e ndërtuar e përballon, po flas për ty, flas për hallin tënd që ti ke problem. Dhe tani kur ti rreshtohesh pro interesat ti, dhe ai e shpërfill këtë punë, çohet çan ty, që ti ja mbron xhepin, ja mbron familjen, e kupton që është njëri i helmuar në kuptimin ideologjik dhe jo racional. Edhe ti je shef me një dozë të keqardhës, për shkak se kur është në gjendje me menu si mënyra të çfarë suksesi pret në jetën e tij prej tij. Kur nuk je në gjendje me vlerësuni njëri që flet për familjen tënde, për fëmijët tu. Që s'u flas për rritjen e çmimit të rrymës që ka shkuar për mbi 200% asa. Nuk flas për veten, nuk flas për ty se ty të godet pas parin. Edhe në këtë situatë në vend që me thonë, për shembull, keme drejtu, unë vazhdojmë me pas këtë simpati, po keme drejtu, ai çohet domethënë përkundër çdo lloj saktësie që ti ke prezantuar për mos argumentet krahasimit shifra të tjera, godet ty pse ti çohesh mbron argumente të mirën apo mirëqenien e tij. Edhe ke kupton që ke punë me një shtresë të njerëzve të cilët nuk kanë humbur racionalitetin diku në rrugës. Pastaj për shembull të vërit një punë që ndoshta për shembull që jeton dikush në Amerikë, komenton te ose diskuton me ty ose shkruan direkt atë Amirja ka bëu ish kryeministri i Amerikës, po ti po jeton aty. Thonë ti s'mundesh me jetu një vend me përfaqësua ato vlera, me qenë i kënaqur në atë ambient edhe me përkra disa vlera, do të thonë në vendin tonë që janë antidemokratike dhe apo të kundërta me vlerat që ti e ke adaptu, do të thonë jetën, ke kriju familjen atje, jeton familja jote atje. E kupton? Kështu që krejt këto do thonë mundet mu përmbledh si një mesazh që politikën edhe mos ta shohim me një sy të armiqësisë, por le të jetë argumenti i cili njerëz të bind se kush e ka më drejtë dhe kush jo. A përshaj që gjithçka unë si antar i Partisë Demokratike të Kosovës, unë nuk them na besoni vetëm neve. Absolutisht jo. Nuk them që ndonjë parti tjetër nuk mund të me pas me drejt diku në disa interpretime të caktuara. Mirë po, do të thonë krejt çka them, edhe çka thrasim është që vlerësoni mbi bazën e argumenteve, krahasimeve, shifrave, mënyrës të jetesës. Dhe mos bim për shembull polarizimit, mos bim për diskutimeve shterp, diskutime që nuk qohen askund dhe që në të mushun i natë, sepse në momentin kur të një individ urrejtja mbyt qasën racionale, atë nuk më bëndë mu, por në është në halë për vetë jetën e vetë, edhe edukimin e fëmijës tij.
Për këtë arsye argumenti, do të duhet të jetë gjithmonë bizotrues edhe në diskutimin politik, edhe në diskutimet shkencore, edhe në diskutimet ekonomike, edhe çdo gjë tjetër. Faleminderit shumë Genc. A vështirë që pas ke pas një mesazh e gjetë dikon jashtë kam na jap. Kështu që shumë faleminderit teje. Na fal që kemi bu pak presion derisa ke ardhur, po shumë faleminderit që ke. Inshallah s'kena mbet bësh diçka. As pak. Shumë faleminderit. Kështu që miq të gazetës Demos, kaq keshim ne për këtë të shtunë, jemi të shtunën e ardhshme. Tung tung. Tupo. Tupo.